duhet theksohet një fakt, sepse ne jemi zona më geostrategjike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por edhe në Ballkan. Në një vend ku në të dy krahat e qytetit, si Ferizaj dhe Prishtina, fjala bie për Prishtinë kemi 1.34 miliard ose një fjala vjen të hyra, edhe Ferizaj që ka mbi 900 milion, Lipjani ka mbet me 409 milion. Do të thotë, jemi mbet një zorë çorre mes Prishtinës dhe Ferizajit. Infrastruktura në Lipjan do duhet të bëj në 2-3 faza. Se pari Lipjani duhet shkarkohet nga grumbullimi i madh i makinave. Në vend se një nën parking të ndërtohet në periferi të Lipjanit, janë koncentruar 211 makina në qendër të Lipjanit me një investim 6.3 milion euro. Me pjesën tjetër të asaj që është. E çfarë bëjnë me një parking në periferi? Po do duhet që të paktën të shkarkohej qyteti Lipjanit. Ne dhe ashtu kemi 2-3 rrugë të hapen rrugë alternative. Proklamon gjatë gjithë kohës rrugën, sikur rrugën Bashkim Krasniqi dhe eja një vetë sheni spori në atë rrugë i ki 5 ose 6 konteste që janë edhe sot gjykat. Do të thotë që nuk e ka mendu, kryetari nuk e ka mendu Lipjanin për ta shkarku. Ai ka mbi popullu, qoftë me ndërtime, pa kritere, me favore, me gjitha gjanat. Ajo që unë mendoj është, se Lipjanit i duhet një vend stacioni qastit, dhe unë në programin tim e kam para po, që stacioni i policisë të zhvendoset nga të, dhe të bëhet një stacioni qastit ku do të mund të shkarkoheshin, nëse mund të them kështu, të gjitha autobuset që vinë nga 3 drejtimet, nga drejtimi që vije prej Magurës në Lipjan, prej Slovijës ose Janjevës ose Gadimes, edhe drejtimi i Prishtinës. Dhe ky stacion i policisë të zhvendoset tek pjesa e Zarfekësve. Aty është një pozicion, ku është rrethi kryesor i qytetit, është një pozicion të jetë i favorshëm që qytetarët të jenë më afër institucioneve për t'i kryer punët për shkak kanon qytet.